Thët autori Allah pas më shiruar, wa kullu ihabin dubiga faqad tahur, wa jazet salatu fihi, wal wudu'u minhu, illa gjilde l-khinziri, wal ademije. Pasi që edhe është edhe me tej duke folur, rreth kapitullit të madh të pastërtisë, më konkretisht rreth ujrave, prej të cilave lejohet me marrë abdes, të tjera të cilat nuk lejohet me marrë abdes, pastaj ramjen ndëtsirave në ujë, kur uji bëhet i ndyt, a ka ndonjë mundësi me marrë abdes në prej atë ujë dhe pse ka rënë ndëtsira, se që është ujë cili rrjedh, apo ujë cili është në një pelg të madh, ku thamë se nëse në një pjesë, në një skaj bjen ndëtsina, ka ndëtsin, në skajin tjetër bën me marrë abdes, sa do të me qenë një madh këfar pelgu, deri tek uji i përdorur, i cili është përdorur një herë, ani pse është i pastër vetën e vet, por nuk pastron së dyti, nuk kem të drejtë me marrë abdes me te. Tani edhe me te vazhdon, e thot, çdo lëkurë e cila është e regjo, bëhet e pastërt. Kullu ihabin dubig faqad tahur. Çdo lëkurë e cila regjet, bëhet e pastërt. Dhe lejohet namazi në te dhe abdesti prej saj. Me këtë ka për qëllim përdorimin e lëkurave si anë që janë përdorur. E në këtë kohë e ma heret edhe ma vonë, bukur shumë, shumica e anëve, bile një kohë anë të krejtë, kanë qenë për lëkurave e një pjesë për i balte. Por të Arabët, ajo që ka qenë njohur, ka qenë anë për i lëkurë, shumica atyne. Veçanti, anë të cilat i kanë përdorur për ujë, ose për me bajt me vetë diçka për rrugë. Mundi me i vrejt në për filmat vjetër, ose programet vjetër dokumentare, ku ka në formë, lëkurën është e lidhët poshtë, edhe e lidhët nalt, e mush ujë, edhe lën kalje për ndeve, edhe e bartë me vetë. Kur të ka petja madhe, e dherët pak për lëkurës, që vëtë e pilë. Në fakt është anë. Ose e mushën të t'lynë, tamël, gjusë ande me i rujt, e lidhë në altë, ose kofe poshtë me nxjerrë ujë. Me nxjerrë ujë, kofet e kam pasë në këtë formë. Pra, lëkura si lëkurë, është marrë përdorë për anë. Tani, a lejohet me përdorë të lëkurë për si anë ku ujin mushet, derdhet në të mushet uja jo, me pi, po nësë është lëkura pastër, të shtazës pastër, kjo s'ka nëve me diskutu hetë se djeta e mesele, po shtazës të ngordhur. Shtazës të ngordhur. Shtazës që prejna që therrën, i kanë marrë për para lëkurat, se ka qenë sa shumë i qmushëm, dhe i kanë bë vesh, tesha, dhe janë falë me të, për ata përmendë për namaz, për të më falë të, në përdojshë se gjade, ose më pështjela vrejtë, më pështjela me te. Po që se kim trup diçka në dytësirë, diçka të ndytës në falësh. Pra ta thët illa gjilde l-khinzir, për pasë lëkura e derët. Pra nëse merë lëkura e derët, sa do që zbutet ajo, regjet, zbutet, dhe bëhet i akne, i mirë, ose bëhet i falë i qarshafi, më pështilë, për më mlua vretin, për më falë, nuk mund të falim i një në te, sepse nuk pastrohet. Nërsa lëkurat të shtazve tjera, nëse janë therrur shariatikisht,
që që thirëm një delet e lëpte, s'ki nevoj, ajo është e pastërën edhe për dorat e. Por këtu autori flet për lëkurat të cilat janë të shtazëve të ngordhura apo të shtazëve të cilave nuk i hatë mishi. E shtazëve se cilës nuk i hatë mishi, se shtazë të egra, ndash therre, ndash mbëte, ajo është ngordhur. Pse fakti që e thirrën me brisk nuk e bën halal qenin e ukin e lanin e atë shtazë të egra. Fakti që e thirë të të bën halal, se kurse skëfterin e shpesjen haram me hongër, fakti që e thirë me bismillah pa bismillah, sa në s'kërën puna jo. Sepse në parim është haram aje, briski nuk të bë halal. Atë në shtazë, tash, ajo një pjesa tjetër, shtazë të cilat ne i kem halal me hongër, dhe po i prem, është halal krejt ajo. Po nëse në gordë delja, i bjen ujk i deleve, e i mytë. 10 dele, 15-20, le që shkun delet, pa ka mundësi tash me marrë diçka për i tyna, e jetë, rëske ka qataj. A ka mundësi me marrë për i tyne përfitu diçka, si fjala vjil kurat. Apo nuk ka mundësi, për faktin se kanë gordhur, dhe qysh është mishi haram krejt edhe e mërzhak e gjunë dikon beturina dhe e hajnë qatë. Lëkurat e ty në shtazve që kanë gordhur, pa edhe shtazve tegura që se kene halal me hangër, nëse i pastrujme, i regjim lëkurën, se cili popullë ka formën e vetë qysh me i regjim lëkurat, të këne, ju qeni matri, nuk e keni zanë, na qene ma 2 vjetër, i kemi zanë se thmi i kem pa, 2 vjetërit tonë, ka i marrë lëkurat e kurbanave, edhe i pastrujnë mirë, e i qesin krëp, e pastaj e marrën edhe vjerën dikon përballë diellit, me rrugë diellit sa ma shumë gjatë ditës, edhe lojnë një kohë deri sa të thahet. Po na nuk na pasën të një farë traditet të mirë, ndoshta të artit, të prodhimit të lëkurave, se të në jetë bëhet e fort. E mjeshtri është, kur edhe pasërën për edhe bënd but, që kthehet, bëhet që ka dush, bëhet enë, bëhet veshje, bëhet jastek, bëhet që ka dush. Lëkura është një mëti madhe i Zotit, edhe halas sa të ka shmimi shumë shtrajt, nuk i huvlet në lëkurës, që se përdorum njësat, është mesele tjetër, por Allah ka falë të qmushme. E tash mos flasëm në një kohë ku krejt jetën e tyne kanë me produktet hajvanit. Krejt jetën e tyne produktet hajvanit. Nga ushqimet, veshja, leshi, krejt e kanë për i të hajvanit. Krejt për i tyne, ushqimet edhe me shmbathja është për hajvanit, me qarapa, me gjampera, me krabëza, me krejt. Lëkura është trajt. Qa mi bëkse lëkure? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në herë kaloi pra një delet gordhur dhe i pa depresionet e afër. Tha, pse s'pe mërni me përfitu për lëkure sajna? Tha, ja Rasulullah, po kjo kanë gordhur. Tha, po, haram është mishi saj, ju lëkure saj. Po, haram është mishi i saj. Më në gordhje, bëhet haram mishi. Por ju lëkura. Andaj lëkura merret i hekë shtazës, që tash e kene haram me hangër, jam me lëkura edhe përdorë, apo e regjë. Po në fakt e nuk përdorë pa o regjë. Në fakt lëkura së përdorët pa o regjë, ose mënyrë kimikale bashkohore që i bojnë në për fabrikat me dha, ose mënyrë private që i bojnë njerëzit. E rëndësishme këtë pa dash me bëtë tjetë madhe këtë, neve na interesën fetarisht tash. Qaj lëkurë, a kem të drejtë nëse përdorëm formë të enës, e ujtë me qitë në te, a është e pastër të ja, pastrohet, për më marrë abdest. Po të njëjtën kohë, edhe se si një hori përgjithshme, lëkurat e shtazve të ngordhura, apo të atyre shtazve të cilat ne kena haram me hangër.
si ku leopardi, tigri, elefandit i tjerë. Nëse lëkura i rregjet, pastruhet, bëhet e pastërt dhe si rrjedhoj, nëse ti ki një farlloj tepije të vogël, një farlloj lëkurë të vogël, mërë se gjatë dhe hesapi për estetik, se ki pare blen shtrajt leopardit, ose blen jakën e leopardit, ose blen jakën e krokodilit, ose blen këpusat e krokodilit, ose ka jakë lëkurat shumë shtrajta që janë në kohë të sodit. Meselja është, a është halal, kja nuk është, përderisa myshi sa është haram, thup po halal e kam, sepse kjo lëkurë është dash më regjë. Kjo është regjë, tanë është përpunu, dhe është bë jakën, apo bë këpuc, apo është bë në falloj shtroje si tepise, se gjade, si për estetik që përdorin njerëzit. Po nevet një të ko, lejohet me falën to, lejohet me vesh, nevre interesant edhe namazi, më falë për edhe uji për avdes, këtë për flasën për avdes. Andaj për autori për thot, edhe çdo likur, e çdo shtaze, nëse rregjet, bëhet e pastërt. Lejohet më falën të, për lejohet më marrë avdes për i sajna. Për i sajna pra uji, nëse përdoret së lloj ehli. Illa gjildel khinziri wal ademi, për pas lëkurës e derrit, edhe lëkurës e njeriut. Lëkurës e derrit, sepse derë është në dytë krejt. Allah e ka bërë të ndytë dhe Allah ka quajtur e regjës i ndytë, andaj nuk pastrohet. Ndërsa lëkura e njeriut nuk është e ndytë. Dhe Allah ne, stakfirullah me thënë ndytë. Por të derët që ka ndëtsine, lëkura e njeriut shkak ikrami, respekti për njeriut. Nuk gëzojnë përdorëm pjesë njeriut, shkak respekti tina, shejtëris tina fjallorin tonë. Frish po më thonë, kuptëm të shejtëris, kuptëm të respektit që ka njeriu si njeri. Se fjalla vije, vorët, a i vdekona, po shkak të respektit ti, a i njeriu, leta musliman ose musliman, a i ka për vetë mëstimin e Zotit për atje, po ne nuk i hipomi varra tina, e respektojnë. Edhe më skop ma dje musliman, është i nënve, nuk e di e gum kufomen, nuk e gjujna hajvanatet atje. Por e marrëm e shtim dhe, sepse e ka të shejtërin e vetë njeriu. E pjekë se saj shejtërije, që ka faj ikram, që Allah ka thola, ka të karrëmna bëni Adem, ne i kemi bëj ikram. Ikram e fjalla, i kemi respektu, i kemi vlerësu, i kemi ngrit, i kemi privilegju, pejtë Ademit. E tani këta fëse din Zotit, kjo është mesele tjetër. Ata ka të bëjmë akida, jo? E pagun se cili për vete, ata që si adin, por në fakt Allah i ka ngrit njerëzit. Pjesë e kësaj ngriti që ka bëzë Zotit njerëzve është, nuk lejohet përdorimi lëkurës së njeriut. Wa sharu l-mejtiti, wa adhmuha, wa hafiruha, wa asabuha, wa qarnuha tahir. Për pas lëkurës e cila rregjet, po thot, edhe leshe, qimet, e shtazës në gordhur, nëse mirën. Ta lëkura si vynë, po deles së ngordhur, shka në mërë dhe rrunë, bëzzz, ja mërë leshe. Leshe nuk rregjet, nuk pastrohet. Lëkura tjetër të rëtma, sepse ka kontakt me gjak, ka kontakt me mesh. Ndërsa leshe, qimet nuk kanë kontakt me lesh, me gjak, me trup. Andaj janë vetë vetiju të pastërta, mund është me marrën për dorë. O adhmuha, po thot edhe ashtë i tyne, shtazës në ngordhur. O hafiruha, edhe shputat e tyne, edhe brit e tyne. Krejt këtu janë të pastërta dhe lejohet me i marë. Për ata nëse merët e farë fildivsh elefantit, e farë brini madhe elefantit, e mysë elefantin e marën ata, neve në lejohet. Sa lejohet mish elefantit, për në lejohet brini tina. Sërse brini nuk ka gjak. Andaj ajo është i pastërt. Qofti gjallë, qofti vdekon, në lejohet me përdorë. Po, këtyne që ngordhen, lejohet me përdorë këtu për tyne.